Më shtrenjtë veza se sa pula, rriten çmimet e produkteve esenciale në Kosovë. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar statistika ku shihet se inflacioni është rritur 5.1% krahasuar me tetorin e vitit të kaluar dhe 0.6% krahasuar me muajin shtator. Në rritjen vjetore prej 5.1%, ndikim më të madh kanë pasur sidomos produktet esenciale, përfshirë buka dhe drithra, qumshti, djathi dhe vezët, mishi, pemët, perimet, sheqeri, mjalta dhe ëmbëlsirat, vajrat dhe yndyrnat. Po ashtu çmimet janë ngritur edhe në energjinë elektrike, lëndët djegëse si druri dhe peleti, shërbimet hoteliere dhe ambulatore, kujdesi personal, rënje u vrejt vetëm te karburantet për transport personal dhe blerja e automjeteve. Ekonomisti Sefer Zogaj përmes një postimi në Facebook ndër të tjera është shprehur: çmimet po fluturojnë, jeta po vështirësohet, askush s'po ankohet, sepse njerëzit po turprohen pa fajin e tyre. Shumë familje nuk po mund t'ja dalin nga muaji në muaj dhe bëhet fjalë për ushqim elementar. Shporta e supermarketit është ndërruar në luks që në kupton, klasa e mesme është bërë e varfër. Qytetari Imer Topanica ka folur për fol drejt dhe ka thënë se kjo situatë e ka goditur rënd shportën e qytetarit të zakonshëm. Në krahasimin mujor tetor-shtator, rritja 0.6% është ndikuar kryesisht nga buka, drithrat, perimet, mishi dhe energjia elektrike.